Informaliteti në bujqësi dhe mungesa të titujve të pronësisë për të pasur kolateral ka bërë që bujqësia shqiptare të jetë nën potencialet e saj reale. Për këtë arsye, USAID dhe Creative Business Solution kanë prezantuar programin Agrokapital për bujqësinë shqiptare si mundësi të reja për financimin e këtij sektori. 4% është niveli i kreditimeve nga sektori bankar për bujqësinë në raport me prodhimin bruto që ky sektor prodhon për gjithë ekonominë. Pra hendeku është jashtëzakonisht shumë i madh. Pengesa që kemi në kreditim janë disa nga pengesat janë mungesa e kolateralit, informaliteti që agrobizneset kanë, që sektori sipërmarrjet bujqësore kanë, por gjithashtu dhe njohuritë bankare mbi bujqësinë në veçanti. Megjithse bujqësia ruan ritme pozitive, Panariti deklaroi se ky sektor ka pamjaftueshmëri financimesh. Sipas tij, sfidë mbetet formalizimi i bujqësisë, i cili do të realizohet me çorën përpara të ligjit 7501 dhe dhënia e certifikatave të pronësisë për fermerët. Një nga objektivat tona madhore është dhe formalizimi i bujqësisë. Në radhë parë, kjo do të bëhet nëpërmjet iniciativës tonë të guximshme për të çuar përpara drejt finales të ligjit 7501 në dhënien e certifikatave të pronësisë, duke qenë të bindur se dhënia e certifikatave të pronësisë është hapi i parë vendimtar drejt formalizimit të fermerit. Jemi vendosur që të heqim dorë nga skemat të cilët mbështesin bujqësinë e mbijetesës, skema të cilët favorizojnë klientelizmin. Panariti shtoi mëtej se qeveria do të mbështesë dhe futjen e teknologjive të reja në bujqësi për të rritur volumet e këtij sektori me rëndësi për vendin.